Kosova vijon të klasifikohet si pjesërisht e lirë në raportin e fundit të Freedom House për vitin 2026, duke arritur në 61 pikë nga 100, një rritje e lehtë krahasuar me vitin e kaluar. Megjithëse ky vlerësim reflekton një përmirësim modest, raporti thekson se zhvillimet politike kanë penguar avancimin më të shpejtë të demokracisë në vend. Një nga elementet pozitive të evidentuara është funksioni i sistemit gjyqësor, ku gjykatat kanë marrë vendime të tregojnë një nivel të caktuar pavarësie edhe pse janë përballur me presion të vazhdueshëm politik. Ky fakt shihet si një tregues inkurajues për forcimin e shtetit të së drejtës pavarësisht sfidave strukturore. Megjithatë, raporti nënvizoi se krizat politike dhe institucionale kanë pasur ndikim negativ në progresin demokratik. Periudhat e gjata me qeverinë në detyrë dhe vështirësitë në krijimin e institucioneve funksionale kanë ngandalësuar reformat dhe kanë spehur arritjet në pavarësinë e institucioneve dhe në sigurinë fizike. Ashtu, raporti rikujtoi probleme të vazhdueshme si korrupsioni në administratë, presioni ndaj mediave dhe gazetarëve, si edhe pengesa në zbatimin e plotë të studimit të ligjit. Këto elemente tregojnë se me gjithë përmirësimin e lehtë të vlerësimit, Kosova vijon të përballet me sfida serioze në konsolidimin e institucioneve demokratike. Në këtë kontekst, Freedom House thekson se përparimi i mëtejshëm do të varet nga stabiliteti politik, forcimi i institucioneve dhe lufta efektive kundër korrupsionit në mënyrë që vendi të avancojë drejt një demokracie më të konsoliduar.